Të shtunë në emisionin Randevu, dasma tradicionale hasiane. Cila është e veçanta e dasmës së Hasit? Organizimi i dasmës në Odën e Burrave. Loja me kapuça. Dhurata e dajes për nipin. Kanagjeqi i nusës. Dorëzimi i nusës nga familjarët në dorën e familjes së dhëndrit. Rritet e ardhjes së nusës në shtëpinë e burrit. Randevu sjell rrëfimin për dasmën tradicionale në fshatin Romaj të Hasit të Prizrenit. Në studio debat për temën jeta e shoqërisë shqiptare mes traditës dhe modernës. Të shtunën në orën 16:10 në emisionin Randevu me gazetarin Korab Lecajn.